Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Abdullah ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të ditë, i cili tregon një zhvillim edhe një ngjarje, me thonë kushtimisht, si rrjedhoi e cilës apo si shkasi të cilës ka zbrit një pjesë e ajetit të Kur'anit famëmadh. Abdullah ibn Abbas rrafën kështu, thot kanë ahlul Yemeni yahujjuna wa la yatazawwadun. Thot banorët e Yemenit e bënin haxhin, mirë po nuk merrnin kurrë me vete. Niseshin për rrugë, pa marrë as ushqim, as ujë, as kurrë. Wa kanu yaquluna nahnu al-mutawakkilun, dhe thonin, pretendonin, ne jemi ata të cilët i mbështeten plotësisht Allahut fuqiplot. Thot kur vinin në Mekë, mrinin pa ushqim, pa pije, edhe fillonin masanej me lyp. Jo me lyp në kuptimin ku po gjejnë, po me lyp e njerëzve, dikujt t'u lyp bok, dikujt t'u lyp ujë e kështu me radhë. Thot edhe si rrjedhoi e kësaj, Allahu i madhruar e shpalli ajetin 197 të surës Al-Baqara, në cilin thot Allahu wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Dhe furnizohuni, një urdhër i prerë, furnizohuni, dhe dijeni se furnizimi më i mirë është devotshmëria. Çtu përfundon ajeti dhe çtu përfundon komplet transmetime. Ibn Abbasi pra e përshkruan gjendjen e disa njerëzve të cilët vinin nga Yemeni në haxhin në Mekë. Është fjala për disa muslimanë. Në një version tjetër, Abdullah ibn Mesudi e rrëfen parafërsisht njëjtën gjë, por ai nuk thot banorët e Yemenit, pa ai thot disa banorë të Yemenit. Edhe mendoj se kjo është e sakta. Pra si në konë krejtë që ashtu, mirë po përshkrimi është për gjendjen e disa njerëzve, të cilët niseshin në rrugë për ta kryer haxhin, e që në të gjitha kohët edhe në të gjitha rrethanat dhe nga të gjitha vendet, shkumja në haxh ka qenë edhe vazhdon me mbet sfidë, e cila mes tjera shlyp përgatitje, e cila mes tjera shlyp furnizim. Njeriu në çfarë do rrugë që merr, do të më marrë diçka me vete, do të më marrë ushqim, do të më marrë rroba për me undërru, do të më pas, si më thonë, edhe mjete për shpenzime të ndryshme, edhe nuk ka mundësi me funksionu udhëtimi përveç se çështo. Ndërsa ata të cilët përshkruhen në këtë transmetim, janë disa njerëz të cilët e kanë keq kuptuar një mësim prej mësimeve shumë madhështore të Islamit, që është tevekkuli, mbështetja në Allahun fuqiplot. Ata kanë thonë, na jemi ata që mbështeten në Allahun, po krahas kësaj s'kan bë kurrë. Ndërsa Islami nuk urdhëron çështo. Islami i mëson besimtarët, i mëson muslimanët se mbështetja në Allahun fuqiplot është gjë shumë e rëndësishme edhe shumë e pëlqyeshme. Për këtë arsye përmendet shumë në Kur'anin famëmadh. Mirë po nuk e shkarkon njeriu prej përgjegjësisë së asaj që ai realisht mundet me bë. Pra mbështetja në Allahun fuqiplot bëhet pasi që njeriu t'i ketë jetësu disa gjëra konkrete që lidhen me përgjegjësinë e tij edhe që lidhen me kompetencat dhe mundësitë e tij. Në ton e dim se asgjë në këtë dunjë nuk ndodh pa lejen e Allahut edhe pa caktimin e tij. E dim njëkohësisht që është pak më e thellë, mbase për dikon është më e vështirë edhe me kuptu, por ne si musliman këtë e besojmë se ajo që ne bëjmë, angazhimi jon, kontributi jon, nuk është determinues, nuk e vendos se çka ka me ndodh. Prap e vendos Allahu çka ka me ndodh. Dhe përgjegjësia jon në anën tjetër nuk lidhet me ato çka ka me ndodh, po përgjegjësia jon lidhet me ato çka kemi bërë na.
për me e bo hala më të qartë. Ne i mbështetemi Allahut duke e ditë se vetëm Allahu vendos çka ka me ndodhë. Për këtë arsye është tevekuli. Ndërsa përgjegjësia jonë, na as nuk fitojmë sevap, as nuk fitojmë gjuna, nëse eventualisht një ditë merr moti i mirë me diell, ose bjen shi, ose bëhet furtunë. Caktimi i Zotit fuqiplot. Edhe ne kur dalim prej shtëpie, mbështetemi Allahut mirë, po kur vjen puna, na do të më marr masat ose për me u mbrojt prej diellit, ose për me u mbrojt prej shiut, ose kështu me radhë. Ose nëse dojmë me u nis në një rrugë, e dim se nëse Allahu ka vendosur ndryshe, s'munët mu realizu dëshira jo. Na kemi qef me mri atje ku jemi nis, po Allahu ndoshta ka vendosur na mos me mri. Po krejt kjo nuk na liron prej përgjegjësisë që në atë rrugë që nisemi, na me i marrë të gjitha masat që janë në dorën tonë edhe në përgjegjësinë tonë. Edhe çdo qëndron e lidhja në mes sebepeve, shkaqeve konkrete, që e bojnë një punë me qenë e pritshme me u realizu me sukses, edhe besimit, bindjes asaj që veç plani Allahut është i gjithë realizueshëm, edhe mbështetjes së besimtarit në atë që presim që Allahu me jetësu edhe me realizu. Që i bjen, besimtarit gjithmonë do të ju mbështet Allahut, po njëkohësisht edhe gjithmonë do të më i marr masat për ato që ka mundë të vetë me bo. Ajo logjika që ka thonë, ku e le devën, thot ja lash Allahut, thot mas pari lidhe, mas anë leja Allahut. Mas pari merri masat tua, se në bazë të masave tua, në bazë të asaj që ti mundesh me bo, ti lirohesh për i përgjithësisë. Edhe ti kemi dhënë gjevap, ti edhe unë edhe secili. E kemi bo, apo se kemi bo një punë. Nuk kemi me dhënë llogari, as kena me u shpërbly, për një punë pse Allahu ka vendosur me ndodhë kështu ose ashtu, edhe si rjedhoj e këtij keq kuptimi, Allahu edhe e ka shpall atë pjesën e ajetit, ose komplet ajetin, po ajo pjesa e nënvizuar në këtë transmetim është wa tazawwadu, dhe bëjeni përgatitjet, furnizohuni. Nëse jeni të nis për rrugë, në këtë rast në rrugën e haxhit, për arsye se ajeti flet për haxhin, thot merrni përgatitjet, edhe bëjeni furnizimet, furnizohuni. E kjo furnizohuni, sidomos edhe pjesa tjetër, fe inna khayra zadi taqwa, dhe ta dini se furnizimi më i mirë është devotshmëria, është takvallahu. Këto janë dy gjana. Pra nuk po thot Allahu furnizohuni me devotshmëri se veç kjo ju vyn, tjetërsa s'keni nevojë, po thot furnizohuni me krejt çka ju vyn, por dijeni se devotshmëria është furnizimi më i mirë, edhe është më e mira e gjithë asaj çka juve ju nevojitet, edhe çka juve eventualisht mundet edhe me u gjin. E këtu te devotshmëria sigurisht hyn edhe tevekuli, edhe mbështetja në Allahun fuqiplot. Pra, kry punë tua, kry detyrat tua, përmbushje obligimet tua, e masanej mbështet ju Allahut fuqiplot, se vetëm kështu funksionon mbështetja në Allahun, ndërsa me thonë po i mbështetem Allahut, e s'po punoj, po i mbështetem Allahut, e s'po angazhohem, e s'po e marr ushqimin me vete, ose s'po e marr pijen me vete, e nesër do shme dalë me lyp prej njerëzve, aman, a mundesh me mallon do buk, ose do ujë, ose kështu me radhë, e kjo pastaj s'është mbështetje në Allahun. Për çfarë arsye? Për arsye se s'po lyp prej Allahut, po lyp prej krijesave, edhe çështo mendoj se kuptohet kjo në mënyrën më të mirë, mbetet thjesht me apliku secilin jetën e tij. Pra përgjithësia në ato punë që na mundëm me i bë, mbështetja është për ato punë cilat Allahu i madhruar në mënyrë të pavarur edhe tërësisht sovrane vendos për to edhe i ban. Allah i shpërbleft për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.